إن الحمد
Gjanat të cilat e shkatërrojnë, në me thënë një popull, thot Allah, wa yanha anil fahsha, dhe Allahu ndalon imoralitetin. Fahsha i thënë gjanave të fliqura. Gjanave të fliqura. Në shumë vende në Kur'an është përmend kjo gjërat e fliqura në kuptimin e përgjithshëm, po në disa kontekste është quajtur vetëm zinaja. Për shembull thot Allahu subhanahu wa la taqrabu zina. Mos ju afroni zinas, prostitucionit. Innehu kana fahishatan. Sa ajo është punë e fliqt. Wa maqtan, dhe është punë e urryer te Allah. Wa sa'a sabila, dhe rrugë e keqe. Rrugë e keqe. Në një vend ku ka shumë fëmijë, produkti zinas, prodhimi zinas të themi, prodhim kështu në thojza. Ata njerëz pa familje, ata s'kan kuni çfarë ndjenje ndaj popullit që i takojnë. Kanë ekipe bab, se di. Nuk e kam bab, nuk e di baba, nuk e di nan ka e ka, nuk e di ka e ka vlla, ka motër, ka e ka, dhe me thonë, minë, që ka e ka teze, ka e ka dekshme, nuk ka preardhje. Në një shoqëri ku shtohen këta, dhe me thonë, fëmijët e paligjshëm, dhe me thonë, kjo është barë për atë shoqëri. Ajo është rrugë e keqe. Ajo është rrugë e keqe. Mirë po, Allahu nuk e ndalon vetëm zinën, se zinaja është përfundimi, do me thonë që sjell një do me thonë pasojë shumë të keqe, që shkatron familje, që shkatron popujt, zinaja, po gjithçka që çon deri te zinaja, Allahu subhanahu wa taala prej punëve të fliqta i ka ndalu. Për shembull, e ka ndalu vetmimin me një grua të huaj, shariati. A dini pse? Pse çon dikun keq. E ka ndalu përshëndetjen përdore me gratë e huaja, burrat edhe gratë. E ka ndalu përzierjen e gjinive në vende të mbyllura. Se në vende publike nuk mundet me ndodh ajo, apo njerëz jemi të gjithë. Ka ndalu që gratë me dalë të zbukuruara. Sa dhe kjo është fahishe. Edhe kjo është e fliqur që gruaja, do me thonë me dalë, do me thonë me një përqindje të vogël të trupit të mbuluar. Po dy gra duhet me vesh hijab, mbulesës, i thënë hijab arabisht. Sa është hijabi, i thënë edhe perdes. Edhe perdes i thënë hijab. Gruaja duhet më mbulu, pse? Se Allahu e ka bo që, Allahu subhanahu wa taala e ka bo gruan tërheqëse për burrin, edhe anasjelltës. Po sidomos gruaja, është diçka që është gratë e bukura dalin, veshën, zbukurohen, ato në shtëpi nuk jetojnë ashtu. Se ka gra që jetojnë për jashtë, a muslimania duhet të veshet, të zbukurohet, do me thonë, mrena në shtëpi. Mrena në shtëpi. E tash, ne, do me thonë, i ka urdhnu, prandaj thotë për mësam një grua që del dhe parfimoset. Parfimoset. Parfumi nuk ban me përdor gratë jashtë shtëpisë, që më ani erën në 10 metra larg. Do grave, për shembull, ti bavaki 5 metra, 10 metra i larg janë në erën e parfumit fort, do thonë që e ka përdorur. Thotë për kur del një grua e parfimosur prej shtëpisë së saj, ata e kontrollon shejtani. Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka thonë trive, martohuni. Kush nuk mundet mu martu, agjeroni. Agjeroni, vullnetarisht. Agjeroni, vullnetarisht. Pastaj ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një grua e një burr kur vetmohen, i treti është shejtani. I thanë, ja Rasulullah, po çka mendon për të afërmin e burrit, se ka të njerë i kitë e shpia, të i afërmi i burrit, dhe me kjetojnë amë një shpi, unë i kam, unë të afërmit e mi, po për gruan nuk janë, do me thonë ato të afërm, ka thonë pësëm, i afërmi i burrit për gruan të andë është vdekje. është vdekje kur vetmohen, është fjale. Prandaj ka ndalu pejgamberi sa që gratë më udhthu vetë udhime të largëta. Do me thonë, udhime të larta, gruaja me udhthu vetë. E kështu me radhë, e kështu me radhë. Këto, pse? Sepse Allahu në Kur'an, në surën En'am, thot, përveç këtij ajetit 90 surës Nahl që e kemi si temë bazë, Allahu subhanahu wa taala në surën En'am thot, "Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Mos ju afroni punëve të fllihura, qofshin ato të dukshme, qofshin ato të mshefta. Pra në mënyrë të msheft, kontaktet, shikimet, flirti, në me thonë që bëhet
me gratë të cilat, më thonë, janë të huja për ti, flirtimi. Më thonë, kretë këto ndalohen. Ndalohen sepse kjo është, në me thonë, qonë në zina. Zinaja është shkatrimi familjes, shkatrimi shoqërisë, shkatrimi shtëpive, sa halle, sa probleme, sa derte kanë familjet, për shkak se, në thonë, ndonjani prej bashkëshortëve ndoshta është i pamatur edhe ndoshta është, nuk është në rrugë të Zotit edhe, në thonë, ka burra që shkojnë mas grave të huja dhe ka gra që shkojnë me burra të i Zotit. Në kjo është shkatrimi familjeve, nuk ndërtohet kështu familje, nuk mundesh me eduku fëmijën, me thonë, me këtë rrugë. Se ka disa që para me fatkeqësisht nga populli im, më thonë, nga populli jonë musliman, që thënë, të drejtat, lirie, kjo keq përdorimi i fjalës të drejtat e njerëzit. Të drejtat e njerëzit nuk janë pa kufi. Të drejtat e njerëzit duhet mi respektu do norma, do ligjet moralit, do ligjet ma. A mirë, po çka ndodhet në shoqërinë tonë? A dini se sa punohet e sa investohet, në thonë që me degeneru këtë popull. Jo të gjithë me niyet ideologjik ndoshta. Dikush e bën edhe me niyet të biznesit, sikur se është një show shumë fatkeq, shumë famkeq të ne shqiptarë që quhet Big Brother. Në thonë, unë e çuditna, me thonë të drejtën, qatë shumë e kam dëgju se njerëzit e shikojnë, se unë nuk e kam shikuar, sinqerisht, edhe nuk e di edhe hina bona një kërkim në internet, ta kuptoj se si organizohet ky show. Çish organizohet? Se ti pa e pasur e merr vesh. Edhe lexova çka bojnë aty si, domethënë si funksionon, si organizohet, si. Edhe e keqja është, fatkeqësia është se dikush familjarisht e përcjell këtë show. Aja njeri, si ka mundësi njeri me fëmijët e vet? Ajo s'ban me shiku as vet, se dikush mos më keq kuptoje. Mos menoje që kur je vet ban me shiku, domethënë çka dush. Është normal që njeri është i lidhur me Allahun, s'ban as vet. Po si ka mundësi që familjarisht burri me vajzat e veta, me motrat, me nonën, me kunatat, shembull po them, me rejat e vet, ulen edhe shikojnë një, domethënë maskarallëk, një turp, që njeri veç me të kallëzu dikush, skuqet. E jo me shiku, jo me shiku. Ati që ka bëjnë i mledhin do gra dhe burat famshëm, sikurse përpara në Romën e vjetër gladiatorët. Gladiatorët aty që janë konë rob të fuqishëm, ato janë konë qashtu shumë të ushtrum, për me luftu. Edhe i kanë marrë gladiatorin, e kanë vënu në arenën në Romë, se këto të pasurit, e kanë ble gladiatorin, me thonë njeri fuqishëm, ama rob a konë gladiatorin. E kanë vënu atje në arenën e luftimeve, edhe kanë bo seri këto qertë, kanë janë knasë, ja kanë lëshu ose një luftar tjetër, ose ja kanë lëshu një kafsh, një luana, një diçka, një uka, një qenë, dhe me thonë të tërbuar, edhe kishtë ashadesh me, deri në vdekje me luftu. Për afërsisht edhe këto, dhe me thonë që ka shkojnë në këtë emision, janë qasifar gladiatorat të shekullit 21. Shkojnë aty, edhe kush dhe bëhet ma i fliçti, ma budala, ma i pa, do me thonë, ma i pa karakter, do me thonë, qaj dhe fitoje në fund i fiton një 200-300.000 zoti e disa pare i fiton. Edhe publikun, do me thonë, e tërheqin se sa ato i mbyllin atje, ato s'kan kontakt me botën, edhe si dhe jetoje një javë, 2 javë, 3 javë, si disa sa zgjatë. Edhe ati që ka bëjnë? Gra e burat huj, do me thonë njerës pa karakter, do me thonë ati bohat edhe zinaja, mos folin për flirtet e fjallë të këqia, e punë të këqia. Kjo është një investim, dikush të është e ban për biznis, po do me thonë e ban për pare, sigurisht që e ban për pare këto, po ka dhe që investohet për me prish moralin e muslimanve ideologjikisht. Dikush e menon, duke futur në për programe shkollore, duke futur për shembull se prej të drejtave elementare që ne duhet t'i respektojmë, është për shembull orientimi seksual. E quajnë ata, orientimi seksual. Demek, nëse dikush do mu martu del nai djalë do mu martu me një djalë tjetër, kjo është e drejta e tij. Kjo është shkatrim. Në emrin e të drejtë, kjo është edhe në për shkolla sa për informat. Edhe une ju të regoj drejt, ju kallëzoj se, më thonë, kur ju spjegoj në nxënësve, ju thonë, keni kujdes. Keni kujdes, kjo është plan programi, por nuk guxon. Nejna musliman,
këto nuk janë të drejta, kjo është shkatrim, kjo smundje, deri para 20-30 vjetë, këtë dunjaja, musliman dhe jo musliman, i kanë llogarit çato devijime, i kanë llogarit smundje psiqike. Smundje psiqike. Për 20 vjetë u bon normal, për 30 vjetë, ma pak ose ma shumë, u bon diçka që ti dush mja pranu ndikuj. Prandaj, duhet, këtë investim, mi dalë kësaj sfidës, që është shumë vështirë. Se ti për shembull me desh lakuritësinë sën e nalë. Ne s'mujna me nalë kur gjo. Mirë po është vështirë njeri me rujt veten, me rujt fëmijët e tij, me rujt familjen e tij. Edhe këtë nuk mundet me e bo një njerë, kjo duhet frontalisht të gjithë. Në front duhet mi bo balë degenerimit, punëve të fllista. Duhet mi u bo balë. Njeri i bojkoton me punë të këqija, maksimalisht. Për shembull, platforma e filmave Netflix, se tash, nështë edhe sa veni, pra kjo platformë e filmave e synon për hapjen e, LGBT-izmit. Edhe shumica e filmave kanë çket temë boshte. Mamakiti shikon zhanre të ndryshme të filmave, aksion ose tjera, thriller ose filma, me tematika që mirë po ato mbosht atje e përmendin, për hapjen e homoseksualizmit edhe devijimeve, pse se ata e synojnë, e kanë, plan, prandaj edhe shumë prej jo muslimanëve në botë, e kanë bojkotu, ka thonë, jo, ju pas keni agent caktuar për me prish njerëzit. Se ka edhe në botën jo islame, ka njerëz të cilët janë konservatorë, të cilët duan të ruajnë ato parimet e familjes, në çdo shtet. Prandaj kësaj duhet mi bë ballë. Allahu subhanahu wa taala, se kjo ndoshta nuk është një shkatrim që bëhet brenda natës edhe ditës. Mirë, por në plane afatgjate, për hapja e veprave të fliqura në një shoqëri, do me thonë shkatrim, do me thonë smundje, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, ka thonë nuk përhapen punë të fliqta në një popull, kështë ka thonë pejgamberi. E ati Allahu mos me qu smundje, të cilat të parët, smundje të cilat të parët e tyre nuk i kanë njoft. Nuk i kanë njoft. Ati ku përhapet zinaja, ati s'ka shoqëri të shnosh. Ati ka njerëz të smund, ati ka familje të rënuara, ka shtëpi me probleme, në me thonë që vinë si rezultat se shejtani që ketë. Thotë Allahu subhanahu wa taala, shejtani, inna shejtani ya'murukum bil fahsha. Shejtani ju urdhnon juve në punë të fllihta. Prandaj, në thonë këtë ta marrim shumë seriozisht dhe të mundohemi që punë të fllihura dhe punë të cilat çojnë deri te punë të fllihta, në thonë me i parandalu në mënyrë që të shpëtojmë në dunja edhe në ahiret. Allahu na mundsoft, Allahu na udhëzoft në rrugën e tij. Allahu na forcoft në udhëzimet e Islamit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.